Me kokë lina. Me kokë çfarë? Hajde. Hap një rrugën xhamat, as në bismillah. Sot jemi mbledhur me zemra të thyera për të dhënë lamtumirën e fundit një njeriu të çmuar, kolegut, mikut dhe njeriu ton të dashur Shënaj. Është e vështirë të gjejmë fjalë të duhura kur humbim dikën të veçantë. Shënoj nuk ishte thjesht një profesionist i përkushtuar, ai ishte shembulli më i mirë i asaj që do të thotë të punosh me përgjegjësi dhe respekt për të tjerët dhe shtetin. Ai e donte punën, e donte uniformën e doganës, simbolin e sovranitetit të shtetit tonë. Me secilin që takonte, manifestonte ngrohtësi, mirësi dhe profesionalizëm. I përullur dhe i përkushtuar ndaj punës dhe shtetit. Shënoj kishte një zemër të madhe. Ai dinte të dëgjonte, të ndihmonte pa u lodhur dhe të inkurajonte kur të tjerët ndiheshin të lodhur. Por shumë prej nesh, ai nuk ishte vetëm koleg, ishte mik i ngushtë, këshilltar i heshtur dhe jepte mbështetje të palëkundur. Gjatë orave të zgjatura në ditët e lodhshme të punës sonë, Shënoj me profesionalizmin e tij dhe afërsinë e tij na bënte më të lehtë çdo moment. Ai dinte se si të na motivonte dhe të na jepte forcë për të vazhduar. Nuk do të harrojmë kur buzëqeshjen e tij, fjalët e tij të mira dhe përkushtimin ndaj çdo detyre që merrte përsipër. Ikja e tij ka lënë një zbrazësi të madhe në doganën e Kosovës, por trashëgimia e tij, mënyra si jetoi, veproi dhe e donte jetën dhe punën, do të jetojë gjithmonë në kujtimet të zemrat tona. Shënoj, faleminderit për gjithçka që ishe dhe gjithçka që na dhurove. Allah e pas më shëruar dhe shpërblet me xhenet. Amin ya Rabbi. Lavdi jetës dhe vepës e mënyrës së Shënoj. O krijuesi i gjithësisë, o Allah i mëshirshëm, i kemi ngritur këto duart në këtë festë tonë të xhumaz, pra ditë mubareke e javës xumaja, por edhe ditën e parë të festës së Kurban Bayramit, për të lutur tek madhëria jote për vëllaun ton, të cilin sapo e varrosëm. Ja Rabbil Alamin, vëllaun ton, babain ton, këtë kolegun ton, këtë dashamirin ton, o Allah mëshiroj me mëshirën tënde të pakufishme. E dim që ne gabojmë o Allah, na fal ne më aspari, por edhe rahmetlin ja Rabbil Alamin. Veprat e tia mundsoje që ditën e gjykimit ti merr nga dora e djathtë e jo nga amajta as nga spas shpina. O Allah i madhëshëm, familjes së rahmetlijut jepi sabër e selamet ja Rabbil Alamin. Rrugën e babës vetë marshi. Po në të forta. Faleminderit. Isha në gjenet, më së mërzim. I keni pas një gjallë të shëllqysh. A i ka bo misionin e vetë në njërë më të mirë. Do të jetoj gjatë kujtime tonë. Ka qenë për gjithë neve, kjo është njerë më rëndësishme se ke gjonë të njerë. Që ndonjë të forta, kemi një arsye për me qenë kënore, dhimbjen e mbojmë edhe një të lëshë. I faleminderit gjithëve. Vepra po, kalon, vepra po. I faleminderit gjithëve. Faleminderit për mbështetjen që e keni bërë. E kem detyrim për Shënojin. Deri në momentin e fundit e përcjellët gjithçysh. I faleminderit Nuk gjithëve. përfundon këtu, do të qëndrojmë pranë familjes edhe në tamë. E ndjejmë obligim. Faleminderit prej juve.